Vetëdia është konfuzion dhe të qenit I lirë prej saj është verbëri. Kjo thënie e mrekullueshme nxjerr në parë ëndësinë e dijes dhe vetëdijes në jetën e një myslimani. Le të thellohemi më thellë në kuptimin e kësaj thënie dhe të shqyrtojmë implikimet e tij në dritën e Kuranit. Imam Aliu në këtë thënie thekson se dija e vërtet sjell qartësi dhe ndriçim, ndërsa ignoranca çon në konfuzion dhe verbëri shpirtërore. Ajetet kuranore mbështesin këtë koncept të dijes dhe pasojat e saj. Allahu në surën Enfal, ajeti 22, thot: Vërtet, krijesat më të këqija në sytë e Allahut janë të shurdhërit dhe memecët që nuk përdorin arsye. Ky ajet nxjerr në parë ëndësinë e përdorimit të intelektit dhe kërkimit të dijes. Ata që e lën pas dore diturinë krahasohen me të shurdhër e memec, duke mos pasur aftësinë për të kuptuar dhe për të përvetësuar të vërtetën. Për më tepër, në surën Huxhurat, ajeti 6, Allahu thot: O ju që keni besuar, nëse ndonjë I pabindur ju sjell ndonjë lajm, hulumtojeni atë, që të mos I bëni dëm ndonjë populli nga padituria dhe të pendoheni për atë që keni bërë. Ky ajet thekson rëndësinë e verifikimit të informacionit dhe kërkimit të diturisë përpara se të gjykoni ose të ndërmerrni veprime. Padituria mund të çojë në pasoja të dëmshme dhe veprime të pamenduara. Thënia e Imam Aliut përmban urtësi dhe udhëzim të thellë për myslimanët. Njohuria ose dituria e vërtet ndriçon mendjet dhe zemrat tona, duke na udhëhequr drejt rrugës së drejtësisë. Na lejon të marrim vendime të informuara, të kuptojmë kompleksitetin e jetës dhe të lundrojmë në sfidat me të cilat përballemi. Nga ana tjetër, mungesa e dijes çon në konfuzion dhe verbëri shpirtërore. Kjo pengon aftësinë tonë për të dalluar të drejtën nga e gabuara, të vërtetën nga e pavërteta. Pa dije, ne jemi të prirur të bijem në ignorancë, keqkuptime dhe të bëjmë zgjedhje të pa informuara. Imam Aliu na inkurajon të kërkojmë dije në të gjitha format e saj, qofshin ato fetare, intelektuale apo praktike. Duke vepruar kështu, ne mund të zhvillojmë një kuptim të thellë të besimit tonë, botës përreth nesh dhe vetes sonë. Dija na fuqizon të përmbushim përgjegjësitë tona si mysliman, të japim kontribute pozitive në shoqëri dhe të përpiqemi për përmirësim dhe zhvillim personal. Si përfundim, kjo thënie nga Imam Aliu na përkujton rëndësinë e dijes dhe vetëdijes në jetën e një myslimani. Dija e vërtet sjell qartësi dhe ndriçim, ndërsa ignoranca çon në konfuzion dhe verbëri shpirtërore. Le të përpiqemi të kërkojmë dituri, të reflektojmë mbi mësimet e saj dhe ta zbatojmë atë në jetën tonë në mënyrë që të arrijmë njohjen e vërtetë dhe të shmangim grackat e ignorancës. Allahu na dhënë të mundësinë të kërkojmë dituri dhe të përfitojmë prej saj dhe na udhëzoft në rrugën e drejtësisë.